Bisedë në këto momente drejt për drejt nga Prishtina në lidhje të drejt për drejt është zoti Argjend Zejnaj. Zoti Zejnaj, përshëndetje, mirë se vini në A2 në këtë bisedë së bashku. Ora 19 përfundon dhe procesi i votimit, qendrat e votimit fillojnë të mbyllen tashmë pasi ka përfunduar dhe orari zyrtar. Nëse të paktën nga shifrat e fundit të zyrtare nga ana Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për sa i përket pjesëmarrjes, lodhja e qytetarëve në procesin e të disat brenda një viti është përkthyer në vot në gjykimin tuaj? Dhënat e fundit tregojnë që pjesëmarrja deri në ora 17 pak ishte në një përqindje më të madhe krahasuar me zgjedhjet e 9 shkurtit dhe urojmë që kjo ditë në këtë kuptim të peshoj shumë përsa i përket shumicës funksionale, shumicës stabile, e cila të ketë mundësi të ndërtoj institucione, të ketë vendimarrje edhe që të rifunksionalizojmë ritmin shtetëror të funksionimit. Prandaj uroj që vota e sotme të është një votë anti-blokad, që qytetarit të ketë kërkuar institucione që punojnë nëpërmjet këtyre votave, jo vetëm fitues të kësaj nate, por edhe një ndërtues të institucioneve stabile që nesër e tutje. Sonte do të marrim pas kësaj ore, tashme ne e dim nga praktika se pas orës 19 është edhe një orë të themi që votojnë ata të cilët vetëm kanë hyrë para orës 19 në qendrat e votimit, të cilëve kanë të drejtë askush t'u mohoj të drejtën e hedhjes së votës. Sonte do ta shohim vetëm hartën partive politike, se kush sa mori dhe ku i mori votat, më shumë e ku më pak, që nga nesër praktikisht, figurativisht themi, fillojnë ditët e pazareve politike, të atij që ka dalë i pari ose të atij që eventualisht edhe do të mundet me dalë fitues, gjë që unë nuk besoj te kjo e dyta, po uroj që ai që do dalë fituesi i natës së sotme ose i pari nga nata e sotme të di të ndërtojë institucione pa vonesa e cila prodhon kosto, qoftë ajo politike, ekonomike, edhe në marrëdhëniet me partnerët tonë, të cilët për këtë vit, edhe pas 5 viteve, por edhe këtë vit e kanë qenë shumë mirë, zoti Zejnaj, se ju e bët një lloj parashikimi dhe thatë që nuk do të ketë një fitues, kështu që e vazhdojmë pak këtu bashkë bisedën së bashku. Përse? Sepse asnjë prej partive politike nuk tregoi maturi politike për gjatë gjithë këtij viti dhe kjo i ka zemëruar qytetarët e Kosovës dhe i ka lodhur ata. Unë besoj që qytetarët në vazhdimsi e kanë dhënë provimin vet, edhe të sa i përket emancipimit të menaxhimit të qetësisë gjatë fushatës elektorale, por edhe në ditën e zgjedhjeve, edhe sot përkundër disa ekseseve teknike themi për sa i përket ndërprerjes së energjisë elektrike dhe disa gjërave të tjera të vogla të cilat nuk ndikojnë në imazhin, por që për sa i përket pjesës teknike kanë ndikuar në standardin e organizimit të zgjedhjeve, unë besoj që qytetarët kanë dhënë provimin vazhdimisht. Por kur kemi kaluar tek politikanët, tek kandidatët për deputet, të cilët ne ju kemi dhënë besimin, aty pastaj kanë marrë nota të dobta edhe ju kaluese dhe nuk kanë arritur që të bëjnë ndërtimin e institucioneve, pa çka ne e dalim në zgjedhje për të votuar dhe për të dhënë shansin që ata të ndërtojnë pastaj institucione. Rrjedhimisht parë në prizmin e gjerë, panoramës së gjerë, besoj që nuk do të ketë shumë dallim për sa i përket nga 9 shkurti, edhe këtu është rreziku i hyrjes në një rreth vicioz të krizave të njëpasnjëshme. Kem parasysh kështu që do ta kemi së shpejti edhe çështjen e zgjedhjes së presidentit ose presidentes së re dhe rrjedhimisht nëse nuk do të ketë pas këtyre rezultateve, nëse nuk do të ketë një shumicë të konsoliduar, stabile brenda Kuvendit të Kosovës, rrjedhimisht institucionet të reja të qeverisë
do të kemi jashtëzakonisht shumë problem për Dhe ta në fakt, zoti Zenaj, shumë gjatë. exit pollet e para konfirmojnë Albin Kurtin si forcë e parë, por që nuk arrin dot i vetëm të formojë qeverinë. Të paktën deri më tani nga të dhënat më të fundit të exit polleve, që i bie praktikisht një përsëritje skenarit të nëntëshkurtit. Këtë isha duke thënë. Jo, thjesht për ta sjellë dhe drejt për drejt, me qenë se janë informacionet e fundit, prandaj. Po, absolutisht në drejtën e juve, dhe unë po gjykoj mbi bazën e kësaj çka ju po e parafrazoni këto momente, që nëse zotri Kurti si edhe LVV-ja si parti e parë, sipas asaj që ju e thoni, nuk do të di të ulet dhe të negocioj dhe të ndërtoj institucione së shpejti dhe rrjedhimisht institucione stabile, pastaj ne do të vazhdojmë me krizën e radhës, e cila për Kosovën do të jetë jashtëzakonisht shkatërruese edhe në kuptimin e brendshëm, në kuptimin e sfidave ekonomike dhe të mirëqenies, por edhe në kuptimin diplomatik, po çka dinamika zhvillim ndërkombëtare na bujnë me dije që nuk kanë kohë të na presin pafundësisht që ne të vazhdojmë t'ju sillim kokësharje aleatëve dhe ju aleatëve me këto problemet e krizave të una të brendshme, dhe për fatin tonë të keq po japim alibi Serbisë që të materializojë narrativin e vet se ne Kosova nuk dim të ndërtojmë dhe nuk dim të mbajmë shtet në këmbë pa ndihmën e bashkisë ndërkombëtare, dhe uroj që kjo ndihmë të vjen në kuptimin pozitiv, në presionin pozitiv që partitë politike parlamentare të ndërtojnë institucione të reja dhe stabile. Thjesht doja të shtoj pak informacionin që dhash pak më herët edhe për ata të cilët na ndjekin, rezultatet nga zgjedhjet kombëtare 2025, pra për exit pollet nga UBO Consulting. Pra, vetëvendosje 45.7%, Partia Demokratike e Kosovës 22%, LDK 15.6%, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 5.3% dhe Nisma e Limajt 1.7%. Tani, zoti Zenaj, çfarë po ndodh? Ndalin pak tek partitë opozitare, të PDK dhe të LDK. Përse nuk po arrin të shkëpusin, sepse kanë mbetur nën 25%, të paktën PDK-ja. Përse nuk shkon më tej, gjithmonë të exit pollet, dhe për që t'i sqarojmë dhe shikuesit që na ndjekin. Ky është rezultati i exit pollit. Ju jeni andej vijes administrative, se unë nuk lejoj të them andej kufirit. Për mua nuk ka kufi aty ndërmjet neve dhe juve. Unë jam tej kufirit dhe mu mundet me mu marrë si e kom bu presion në momentet e para pas mbylljes së çaneve të votimit, dhe mund të gjykuhem gabimisht, por gjithmonë e them, nuk ka ndodhur ndonjë përplasje e madhe që të pritej ndonjë ndryshim drastik i rezultateve nga ato që jemi po mendon të shkurt. Rrjedhimisht tashme, me që janë mbyllur edhe çanët e votimit, nuk i bjen që unë po bëj fushat, por dëshiroj të them që tashme jemi të lirës, ora 19:08 minuta, janë mbyllur. E ka shansën e tretë të tregoj që është serioz, për te asaj elektorale është vëllëheqës serioz dhe duhet të bind veten, të hiqet njëherë për gjithmonë nga revullshka e qenurit Albin Kurti edhe kur është në pushtet opozit, dhe të di të ulet me partitë tjera politike, të arrin marrëveshje me to, me cilën do prej tyre të krijojnë një shumicë stabile, e cila do të mundet me prodhu edhe një presidente me mandat të ri, dhe të shtyjë përpara proceset e Kosovës, dhe jo të kalkuloj gjithmonë të ardhmen e tij politike, për shkak se tek e fundit askush nuk është i përjetshëm në kuptimin politik dhe të udhëheqjes. Duhet të punojmë të gjithë së bashku për të ardhmen e gjeneratave tona, jo për të ardhmen tonë gjithmonë politike të kujdo qoftë, të kujdo kryetar ose udhëheqës ose lider partive. E besoni që kjo do të ndodhë, zoti Zenaj? Kemi parë për gati një vit të tërë, që nga nëntëshkurti dhe deri më sot një blokad me refuzime, me të vazhdueshme nga të dyja palët,
qoftë në momentin e konstituimit në kohën e konstituimit të Kosovës, në diskutimet për qeverinë e re. Pra ju besoni realisht se partitë politike do të tregojnë maturi politike duke lënë mënjan interesat partjake, inatet partjake? Unë kam parasysh këtu që nuk duhet me marrë si rrezik kush pas ka dalë i pari sipas këtyre exit polleve. Rreziku është që pa shumicë, atëherë kriza përsëritet. Nëse do të dalë në të vërtetë ky rezultat siç e thatë ju, që prodhon polarizim, pa urë koalicioni i bie negociata gjata, vonesa qeveria